Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Mandatari Glauko Njufca ka dështuar që ta formojë qeverinë e re të Kosovës pasi ekzekutivi prezantuar nga ai mori vetëm 56 vota për, 53 votuan kundër dhe 4 abstenuan. Me dështimin e dytë për formimin e ekzekutivit hapet rruga për zgjedhje të reja. Derisa Konjufca u bëri thirrje deputetëve që ta votojnë kabinetin e tij, ish opozita treguan arsyet pse votuan kundër. Me këtë animozitet në spektrin ton politik, vështirë që do të arrijmë edhe një konsenzus për zgjedhjen e presidentit në muajin mars. Pa një qeveri të re, vendi ynë e ka të sigurt vetëm një gjë: thellimin e krizës aktuale. Përmes themelimit të kësaj qeverie, sot ne synojmë disa gjëra bazike për shtetin tonë. Së pari synojmë ta kursejmë Kosovën nga dy palë zgjedhje eventuale. Do të ishte arrogancë ta çonim vendin tonë drejtën zgjedhje. Patëm zgjedhjen shkurt këtij viti, e pastaj 2 raunde zgjedhjesh lokale në tetor dhe në nëntor. Tash nëse shkojmë në zgjedhje të reja dhe në dhjetor, kush na garanton që do t'i shmangim ato edhe në mars? Ama për qytetarët tonë është raskapitse, për KQZ-n një sfidë të cilën kur nuk e kanë provuar, është e paprecedent, kurse për taksat e popullit edhe 8 milion euro tjera të harxhuara pa arsye. Disa çështje të cilat qeveria jonë do t'i trajtojë me urgjencë janë: buxheti i shtetit për vitin 2026, miratimi i planit të rritjes së Bashkimit Evropian, disa marrëveshje të rëndësishme financiare ndërkombëtare, përfshirë edhe ato me Bankën Botërore, ekzekutimi i pagave të punëtorëve të Radio-Televizionit të Kosovës, si dhe miratimi i buxhetit për komunat Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok. Duhet të risjell në mendje po ashtu që unë po kërkoj nga ju diçka që ne vetë e kemi pas bërë në vitin 2020. Të gjithëve na kujtohet se si vetëvendosja e pa të votuar buxhetin e qeverisë Hoti me 29 dhjetor të vitit 2020. Neve nuk na u pa dukur ai buxhet i personit Avdullah Hoti, por i shtetit të Kosovës. Edhe ne mund të mos e kishim votuar atë buxhet, ama do të bëshim përgjegjës për një krizë nga e cila rrezikoheshin drejt për drejt të gjitha pagat e sektorit publik. Kosova ka hyrë në një mentalitet bllokues dhe arkitekt i këtij mentaliteti bllokues është vetë Zoti Kurti. Është dëshpëruese me pa kuvendin e Kosovës me këtë mentalitet bllokues që 10 muaj. Krejt që ka intereson Zoti Kurti është qysh me alon fajin ish opozitës. Prandaj kjo seancë është forcë. Me një kandidat që e di vetë që nuk mund të luajë rolin e kryeministrit edhe me i pas votat për qeveri. Qysh mundet me qenë dikush kandidat për kryeministër që ja vendos dikush tjetër emrat e ministrave. E ai s'ka drejt me propozu gati asnjë emër për ministër. Ky është treguesi mjaftueshëm se çfarë kandidati për kryeministër është. Çka na tregon kjo është që Zoti Konjufca është marrur në peng, që në krye të qeverisë propozohet dikush që krejt Kosova e din që nuk është kryeministër në realitet. Kërkohet vota deputetëve me legjitimu marrjen në peng të Zot Konjufca. Prandaj vota e PDK-s do të jetë kundër. Por po ashtu jemi krejt vetëdijshëm se kjo seancë nuk është për të zgjedhur kryeministi, po për tentuar të fajsohet ish opozita. Dhe sot e shohim këtë ditë kështu, merren si të tillë, një shfaqje teatrale jo për qëllim të zgjedhjeve të problemeve, po për material elektoral të një fajsimi që na prodhon kontrast. Një njeri me apetit pa kufizuar për karrike, çuditshme. Një njeri që është në gjendje të bllokojë gjithë Republikën e Kosovës për 10 muaj rresht, të rënojë secilën vlerë demokratike, shtetare, kushtetuese, morale të këtij vendi.
Një njeri që është në gjendje me shfry gjithë helmin, gjithë pezmin që ka, kundër kolegëve të vetë, partive të tjera, qytetarëve të vetë, për një karrike, so e pa dinitetshme. Sho të rrethuar, si kurse Don Kishoti, me Sancho Pancho, që duar të rëkosin, të justifikojnë çdo dështim, që të shenjë çdo fantazi që e ke, vetëm për të ruajtur privilegjin e vogël tyre me plas plurit tonë. Le të bëmi gati për zgjedhje, le të japim fundin e merituar një propagande populiste, le të japim dritë Republikës Kosovës. Kritikën e parë për mandatarin e sotëm e Kamsha nuk na dha një listë me emrat e kabinetit qeveritar. Pra jo vetëm për shkak të formës, po jemi Parlamenti i Kosovës, po propozohet qoftë edhe si formë një qeveri, ka qenë e ulueshme e dhënë ta emra. Pa nuk është dëmtohet ose në një sekret deri në votim, pra do të ishte respekt. Po ashtu në këtë kritik duhet me bashku, po jo vetëm për shkak të formës, mungesën e një programi qeverisës. Kandidati i sotëm, mandatari i ri në këtë rast Zoti Konjufca, foli për disa qëllime, përmendi vitin 2026, nuk ndëgjum vite tjera. Çka është 2027, 2028, 2029, thushe po aplikon për një qeveri një vjeqare. Diqoni, është mirë me jep studentëve 100 euro. Besoni, është mirë. Kur unë gëzona, kur i merë studenti 100 euro. Por, mos është ma mirë me abona i bursë të përhershme. Urna? Edhe ato, E atë këto i 100 që ta janë bursë në shtesë. Mirë shumë. I lutem, ka plot student Kosovë që s'kanë bursa, që shedini. Edhe unë i falenderoj edhe komunat që japin bursa, edhe individ, edhe sektorin privat, kushtu që jep bursa, po do t'ishte mirë me avoni bursë përhershme të rive tonë që janë duke na paku. Se ku jep vesh një herë në vit, nuk është ja ki zhjithë problemet, është e mirë, ka një marrëveshje, një komplot, një situatë që duhet me shku me datë 28 tetor me votu, e do të rritemi. Se 28-in na vjen diaspora, e ne ja kallëzojmë vendin kësaj opozitës, e kështu me radhë. Nuk mendoj se kjo logjik o shumë reale. Unë mendoj që është më mirë me i kalkulue këto zhvillime. Më herët gjatë ditës dështoi përpjekja e lëvizjes vetëvendosje edhe për formimin e komisioneve parlamentare, të cilat sipas tyre do t'i hapnin rrugë votimit të projekt buxhetit për vitin 2026 dhe një numri të marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat prej muajsh kanë mbetur peng i kuvendit. Seanca e jashtëzakonshme thirrur nga lëvizja vetëvendosje më 9 pika të rendit të ditës u përcoll me përplasje mes deputetit të PDK-s Përparim Gruda dhe antarëve të lëvizjes vetëvendosje. Seanca e thirrur për formimin e komisioneve parlamentare, shqyrtimin dhe miratimin e një numri marrëveshjesh ndërkombëtare, shqyrtimin e projekt buxhetit për vitin 2026, miratimin e buxhetit për 3 komuna, përfshir edhe kryeqytetin dhe shqyrtimin e çështjeve financiare të RTK-s, nisi me vonesë dhe mungesë të madhe të deputetëve. Në këtë seancë fillimisht ishin të pranishëm vetëm deputetë të lëvizjes vetëvendosje. Kryetari Dimal Basha nisi seancën, duke u përpjekur të argumentoj votimin e pikave të rendit të ditës. Bëj thirrje për të gjitha subjektet politike që të analizojmë me maturi në kontekst të rrethonave shtetërore që gjendjeme dhe pritje të qytetarëve tonë, të cilët nuk e meritojnë që ta pamundsojmë votimin e këtyre ligjeve jetike për shkak të inateve të parësyeshme politike. Fjalimin e Bashës e pasoi shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari, e cila ftoi subjektet e tjera politike që t'i votojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Kush jemi ne në këtë periudhë të vitit, t'ju mohojmë të drejtën qytetarëve të Republikës, për fonde të drejtë për drejta buxhetore, të cilat humben në muajin dhjetor. Në mes të kësaj seance të jashtëzakonshme u paraqit deputeti PDK-s Përparim Gruda, i cili tha se nuk përfaqëson subjektin politik, por portua bërë me dije se seanca nuk përkon me kushtetutën. Fjalimi i tij u shoqërua me ndërhyrje dhe kundërshtime nga deputet të lëvizjes vetëvendosje, të cilët e akuzuan se po bën propagandë politike, duke nxitur kësaj edhe replika.
Për me tregu që kjo seancë ka logjik si mund të formohen komisione parlamentare kur nuk është definuar kush është pozita dhe kush opozita në këtë vend. Se komisionet themelohen mbi bazën që njëra parti merr një antar komisioni sipas opozitës, njëra sipas faktit që janë pozitë. S'ka Kosova opozitë dhe opozitë sot. Që kjo nuk qëndron, sepse nuk është të shkruar askund një gjë e tillë. Pra askund nuk është të shkruar. Fakti që vetëvendosja ka zgjedhur që çështjet juridike ti mbroj përmes ministrit të financave, tregon mjaftueshëm sa seriozisht e keni marrë kushtetutën dhe ligjin. Pra, mandati i qeverisë përfundon, paragrafi 1.1 me përfundimin e mandatit 4 vjeçar të kuvendit. Pra ne kemi përfunduar mandatin 4 vjeçar në fund të marsit. Prandaj edhe ligji na lejon, pra kjo qeveri ndetyrë që dërgoj buxhet në kuvendin e Republikës së Kosovës. Me pos një vend ministre drejtësisë 5 vjet, një person që zdallon kufizimet prej përjashtimeve në ligj, është e tmerrshme. Edhe një herë, kufizimet thot vlen, kufizimet. Po jap një premtim publik, jo prit, një premtim publik. Nëse e çoni ju në cilën do gjykatë Kosovës dhe del siç po thoni ju, unë premtim publik e dorëzoj mandatin. Mbajeni mend për me. Unë e dorëzoj mandatin. Faleminderit shumë. Pas përfundimit të replikave dhe të përplasjes mes deputetit për Parim Gruda dhe lëvizjes vetëvendosje, fjalën e mori kryetari i kësaj partie Albin Kurti, i cili vuri në pas siç tha, pasoja që e presin Kosovën në rast se nuk miratohen propozimet e rendit të ditës për marrëveshjen ndërkombëtare. Do të humbin, sepse ka shumë shtete tjera që e presin me krah të hapur një financim të këtillë. Kurti u fokusua edhe në sferën ekonomike, e cila sipas tij nuk është në krizë. Prandaj edhe nuk ka protesta të qytetarëve, por ka vetëm ankesa të opozitorëve. Në Kosovë nuk ka krizë ekonomike. Seanca jashtëzakonshme në të cilën u synua formimi i komisioneve parlamentare që të mundësonte veshtjerash miratimin e buxhetit 2026 mbeti e hapur. Partitë politike ish opozitare kanë akuzuar lëvizjen vetëvendosje se po bën përpjekje që të ikë nga përgjegjësia e dështimit për krimin e institucioneve dhe të shmanget përgjegjësisë që ka ndaj qytetarëve, qoftë për miratimin e buxhetit, qoftë për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Partitë ish opozitës seancën e jashtëzakonshme të thirrur për miratimin e buxhetit dhe çështjeve të tjera cilësuan si të jashtëligjshme. Një nga 2 seancat e jashtëzakonshme të thirrura nga Kuvendi i Kosovës, nga këndvështrimi i ish opozitës, vlerësohet si antikushtetuese. Këtë bindje e shprehin ndër të parët Vlora Çitaku e PDK-s. Çitaku tha se Kosova, si penge Albin Kurtit, humbi në tërësi vitin 2025. Për çfarë marrëveshjesh ndërkombëtare po flisni? Kuptoni që Kosova është e izoluar. Kosova është nën sanksione, Kosova është e përjashtuar. Ka pasur, po flasin për planin e rritjes, disa njerë që kanë izolu Kosovën e kanë përjashtu Kosovën, ka pas mundësi që të adresohen këto çështje. Çka kanë bërë që 10 muaj? Seanca e parë jashtëzakonshme u kundërshtua dhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës, deputeti së cilës Armen Zemaj e cilësoi të jashtëligjshme. Në agjendën e seancës së orës 11 kanë përfshirë propozim buxhetin politik të Republikës së Kosovës për vitin 2026. Marrëveshje ndërkombëtare, kredi, borxhe dhe projektligje buxhetore, të cilat do duhej dhe kërkojnë proces serioz dhe konsultim të mirëfillt e jo improvizime të ngutshme që shpërfillin rregulloren dhe reduktojnë agjendën shtetërore në dekor fushate. Pikërisht për këtë arsye, Lidhja Demokratike e Kosovës nuk merr pjesë në një proces kaq të papërgjegjshëm. Rreth formimit të komisioneve parlamentare dhe miratimit të marrëveshjeve ndërkombëtare, deputeti PDK-s për Parim Gruda debatoi ashpër me kolegën nga lëvizja vetëvendosje, të cilët i akuzoi se po mbajnë jashtëligjshëm postet e ministrave, përderisa janë zgjedhur edhe deputet. Akuzë të ngjashme për lëvizjen vetëvendosje pati edhe shefja e grupit parlamentar të AAK-s, Time Kadriaj. Ne nuk dëshirojmë të bëjmë shkelës të kushtetutës, sepse kjo qeveri në ikje, ose qeveria në detyrë, e ka zhvarrit të qëllimshëm procesin, qoftë edhe me nominimin e kandidatit të dytë për kryeministër, duke ditur që nuk i kanë votat, dhe po e mbajnë peng vendin për plot 10 muaj. Kjo është një tragjedi që po i ndodh Kosovës, edhe qoftë në aspektin ndërkombëtar, po edhe në planin e brendshme.
Edhe nisma social-demokrate shpjegoi arsyet e mos pjesëmarrjes në seancën e jashtëzakonshme. Arsyet pse nisma nuk merr pjesë janë tepër kuptim plota, është seancë e thirrur jashtë rregullave ligjore, nuk i plotson rregullat e punës kuvendit dhe sigurisht që një gjë e tillë e një çështje kaq e rëndësishme siç është buxheti të bie ndesh edhe me rregulloren e punës, edhe me ligjet në fuqi, nisma nuk ka vot për këtë pjesë. Rikujtojmë se seanca jashtëzakonshme e thirrur për formimin e komisioneve parlamentare mbeti e hapur. Bëjmë tani një analizë për zhvillimet e sotme në kuvend. Me në studio është njohësi zhvillimeve politike Blerim Conaj. Mirë se ardhët në tonë, zi Conaj. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Si keni parë seancën e sotme, dështimin e kësaj të fundit për votimin e qeverisë së re, e pritshme që as Konjufca nuk do të ketë votat e mjaftueshme për ta formuar qeverinë? T'ju them drejtën po, patjetër, për shkak se gjithë e dim që në fakt na duhet gjithmonë një marrëveshje politike për të arritur të zgjidhje një problemi. Sidomos në qoftë se zgjedhjet përfundojnë kështu sikur që i përfunduam ne në kuptimin e asaj që faktikisht fjala e fundit e qytetarit dhe votuesit ishte qeveria e koalicionit. Në anën tjetër, përkundër kësaj dëshire dhe përkundër këtij mesazhi të cilin e dha qytetari, duket që kishte një tendencë dhe një përpjekje të vazhdueshme që 9 muaj nga Zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje që t'ja bëj disi edhe të qeverisë apo menaxhoj edhe me tutje vetëm. Në një farë forme, aja arriti këtë spaku për 8-9 muajt e ardhshëm. Përkatësisht për këto 8-9 muajt që i kaluam ne, por në anën tjetër t'ju them të drejtën, i gjeti edhe disa parti ish opozitare të jetë të dobëta dhe pa një koncept. Madje për 9 muaj nuk u arrit të ngrihet asnjë kauzë. Për këtë arsye mendoj që jemi edhe këtu ku jemi, në njëra anë pra pa ditur se cila do t'jetë zgjidhja pas kësaj, për shkak se t'ju them të drejtën edhe nëse ne hipotetikisht shkojmë tani në zgjedhje, unë e shoh më shumë si një përpjekje për ta vazhduar bllokadën edhe 3 muaj, për shkak se ligjërisht tani nuk mund që të vazhdohet edhe më tutje kështu të shtyhet, të provohet me gjykatën kushtetuese që të bëhet diçka, sikur që ka ndodhur deri më tani, por janë të domosdoshme. Por edhe këto zgjedhje nuk i shoh si zgjidhje, përpas nëse partitë ish opozitare arrin të rrisin numrin e deputetëve. Në mënyrë që pastaj të ketë edhe një alternativë tjetër. Për ndryshe, t'ju them drejtën, në qoftë se nuk e arrin këtë, edhe partitë opozitare thjesht korritën sikur që është korrit Kurtit këto 8-9 muaj, për shkak se të kërkosh zgjedhje dhe të mos kesh në dukje asnjë zgjidhje, atëherë cila është arsyeja. Në qoftë se prap dalim me një rezultat si të ngjashëm, atëherë cila është arsyeja që të shkojmë në zgjedhje, përpas apo cili është qëllimi, nëse nuk është përpjekja për të vazhduar dhe për 3 muaj blokadën të cilën e kemi pasur deri më tani. Por shkak se gjithë e dim që pas 3 muajve, në qoftë se nuk arrihet një marrëveshje, absolutisht prap do të jemi të bllokuar për shkak të problemit të presidentës apo presidentit që do ta kemi. Pra, herën e ardhshme nuk na duhen më 61 vota, por na duhen 80 vota, dhe cila parti pastaj është në gjendje që e vetme të i bëj ato të 10 vota, në qoftë se nuk janë të gatshme për kompromis edhe bashkëpunim ndërpartijak. Përfundimisht do të duhet që të gjendet kompromisi në mënyrë që të shmangishin ndoshta edhe një palë zgjedhje të tjera në muajin mars. Shiqaj lirë, ne funksionojmë si shtet me sistem parlamentar. Ky sistem gjithkon është pikrisht, apo thënë ndryshe, ky sistem thjesht tregon që është në një farë forme sistemi kompromiseve dhe i bashkëpunimeve, për ndryshe s'do të na duhej parlamenti.
në qoftë se ne do të synonim që ta kemi një parti në pushtet, e cila nuk pyet askënd për asgjë, e cila dëshiron që vetëm të bëj gjithçka, atëherë çka na duhet parlamenti. Në qoftë se ne dëshirojmë një qeveri nga e cila nuk kërkojmë llogari, sikur që ka ndodhur këto 9 muajt e fundit, atëherë çka na duhet parlamenti, çka na duhet sistemi parlamentar. Pra vetë fakti që ne kemi një sistem parlamentar, secili person i cili mendon në Republikën e Kosovës të i futet politikës duhet ta ketë parasysh një fakt, që duhet të di të bëj kompromise. Jo vetëm të jetë i gatshëm, por edhe të di të bëj kompromise. Kompromis nuk do të thotë që ta blokosh shtetin, mirë, po edhe ato kompromise që bëhen, mendoj detyra logjike e çdo politikani është që të bëhen kompromise të cilat kanë të bëjnë me të mirën e shtetit dhe të qytetarit. Por derisa ne deri më tani krejt ajo çka kemi parë që po bëhet një betejë për qëllime ekskluzivisht jo vetëm partijake, për qëllime politike partijake, por madje edhe personale. Pse po e them këtë? E kemi parë sa muaj i ka zgjatur çështja e zonjës Haxhiu. Edhe pse shihe i qartë që nuk ka gatishmëri që të votohet zonja Haxhiu, prap kishte një sistem. Pastaj e pam zotin Kurti, tani e kemi zotin Konjufca që ka qenë një lojë, për shkak se ka qenë e qartë që nuk votohet. Pse duhet votojnë partitë ish opozitare, blanko pa asnjë kompromis. Nuk e kanë asnjë obligim partitë ndaj partive tjera, përpos nëse ka bashkëpunim. Do të thotë, dhe nëse partia e cila e ka marrë nga qytetarit të drejtën që e para të provoj të ndërtoj bashkëpunimin me partit tjera, nuk e ka dashur këtë, atëherë natyrisht që ka qenë e qartë që ne do të vim në këtë ditë në të cilën jemi tani. Dhe ligjërisht tashmë presidenti Osmani do duhet që ta shpërndaj kuvendin e Kosovës dhe zgjedhjet të mbahen brenda 45 ditësh, që i bie se sipas disa gjasave zgjedhjet do të mbahen në muajin dhjetor. Çfarë do të thotë për votuesit e Kosovës që dalin edhe një herë në një kohë dimri për të votuar? A mendoni se do të jetë numri më i madh apo më i vogël, do të ndëshkohet ndonjë parti me këto zgjedhje apo jo? T'ju them të drejtën, po vrehet që qytetari është i lodhur. Madje kjo situatë nuk është bërë vetëm e latshme dhe e mërzitshme, por është bërë edhe e gërditshme. Do të ketë shumë rëndësi, mendoj unë, se çfarë ekipësh ndërtojnë partitë politike, do të ketë shumë rëndësi se çfarë figurash do t'i servojnë qytetarit partitë politike dhe sa do t'jenë në gjendje ato figura të servuara që ta bindin pastaj qytetarin që të votoj më shumë, të votoj për ndryshim, apo të votoj të vazhdoj blokadat. Ju them të drejtën, ta ne e shoh më shumë një përgjegjësi të partive ish opozitare, për shkak se mendoj që për të bërë ndryshimin ata duhet ta bëjnë betejën. Tash nuk po them betejën, po betejën politike, me ide, me ndonjë kauzë, edhe pse është kohë të jetë e shkurtë. A pres unë që të ketë shumë ndryshimet, ju them të drejtën jo, për shkak se në qoftë se shohim lidhjen demokratike, atëherë vrejmë që ka një përpjekje të konsolidimit mirë, po ende nuk po e shoh që lidhja demokratike ka arritur që ta bëj atë që dëshiron atë, ajo vetë. Në anën tjetër e kemi një parti demokratike e cila pardje e zgjodhi kryetarin e ri, dhe t'ju them të drejtët më duket kohë e shkurtër që të arrit tani kryetari i ri i Partisë Demokratike që të organizoj gjithçka. Pra i vetë që ka qenë kandidat për kryeministër i Ka qenë situatë tjetër, për shkak t'jeshti kandidat për kryeministër dhe dikush tjetër tjetë kryetari i partisë, ne gjithë e kemi diskutuar pas prapa kamerave se sa e vështirë ka qenë për kandidatin, sidomos, për shkak se mendoj që një kandidat e prezenton programin e partisë, dhe për këtë arsye gjithmonë ka qenë mirë. Unë t'ju them të drejtën e kam përshëndetur hapin e Memdi Krasniqit atë botë që ta kandidoj
zotin Hamza. Mirë, po për zotin Hamza ka qenë vështirë. Tani më varet shumë se çfarë ekipe ndërton zoti Hamza. A do ta ketë zoti Hamza më të lehtë me që tani është kryetari i partisë dhe i nominuar do të jetë për kryeministër nga partia e tij. Tash duhet ta kemi parasysh një fakt. Ne si shtet jemi në një situatë ku ekonomikisht qëndrojmë për toke. Në anën tjetër, në qoftë se e shohim politikën e jashtme, si Kosovë qëndrojmë jashtëzakonisht keq, nuk ka nevojë të përsëris ato që i përsëritën deputetët, apo tani më mund t'ju themi ish deputetët. Kanë deputetët së shpërndar kuvendit. Nesër. Do të duhej. Që i bie që brenda lidhjes demokratike unë shoh potencial të resurseve humane të cilat mund të merren me ekonominë. Brenda Partisë Demokratike shoh potencial të cilët mund të merren me politikën e jashtme. Dhe kemi vërejtur që këto vite që shpesh herë, madje në 90% të rasteve politika e jashtme po na e determinon edhe politikën e brendshme. Do thotë se çfarë rrugë duhet marrë politika e brendshme dhe mendoj që domosdoshmërisht duhet që të kombinohet me figurat të tilla. Bedri Hamza mendoj që si ekonomist do të ishte i duhur në situatën që jemi, e kur flas për ekipën, natyrisht që zoti Hamza duhet ta shohim tani se cila do të jetë ekipa e tij, të cilën ai do ta ndërton, në mënyrë që pastaj edhe ne në opinionet dhe në analizën tonë të mund të japim ndoshta një analizë më të qartë edhe për rrugtimin që mund ta merr, për shkak se nga qeveria e kemi kaluar, e kemi parë se sa është e rëndësishme që të jenë njerëzit e duhur në pozita të duhura, për shkak se në qoftë se është ndryshe, atëherë përfundojmë sikur që kemi përfunduar. Pak për vetëvendosjen për PDK-n dhe LDK-n, por sa i përket AK-s, ajo tha se do të garojë vetme, më herët ka thënë lideri i kësaj partie se do të garojë e vetme në këto zgjedhje, ka interpretime të ndryshme nëse AK-ja do të rritet, do të jetë me vota aty ku ka qenë. Në zgjedhjet lokale pam që vota e AK-s ka mbetur aty, vazhdon t'i mbajë komuna që i ka udhëhequr deri më tani. Shiqajler, çdo interpretim tjetër që thotë që AK-ja nuk mund ta kaloj pragun e vetme, mendoj që është i gabuar. Për shkak se e vetmja parti apo të vetmet parti politike, të cilat kanë një votues besnik, janë AK-ja dhe PDK-ja momentalisht. Për këtë arsye mendoj që AK-ja dhe vetme gjasat i ka reale që ta kaloj pragun. Tash në qoftë se arrihet të merret vot më shumë, ajo varet nga organizimi që e bën AK-ja, por natyrisht edhe nga kërkesat e saj. LDK-ja e ka gjithmonë votuesin më të luhatshëm. Tash në qoftë se shkohet deri aty që edhe Vjosa Osmanit futet në listën e VV-s, atëherë mund të ketë edhe më tutje rrezik që Presidenti Osmani ka thënë se do ta përfundojë mandatin dhe nuk do të hyjë në po mirë, atëherë këtë e presim pas 3 muajve. Bile unë shpesh herë mendoj që ndoshta do kërkohet edhe më tutje ndonjë hapësirë ligjore që mos shpërndodhet. Pasi që në 48 ditëve do të shpallën zgjedhjet. Që s'ka pasur hapësira ligjore, apo kemi menduar dhe kemi diskutuar që do duhet që të konsolidohej parlamenti shumë herët, por nuk është konsoliduar. Madje kur u konsolidua, kemi pritur që do të bëhet qeveria, por nuk është bërë. Kështu që nuk flas më pa e parë. Mirë, do të flasim edhe për këtë seancën e paraditës të thirrur nga lëvizja vetëvendosje, në cilën nuk morën pjesë partitë e ish opozitës. Synimi ishte që të kalojë buxheti, marrëveshjet ndërkombëtare, çështja e financimit të RTK-s dhe buxheti i 3 komunave që nuk është miratuar. Si pot, u interpretua ndryshe nga vetëvendosje derisa partitë ish opozitare quajtën të jashtëligjshme këtë seancë të thirrur nga vetëvendosja. Unë nuk jam jurist, por mendoj që... Në aspektin politik si e keni pa? Tash politikisht gjithmonë pyes veten sepse duhet partitë ish opozitare që të votojnë diçka pa kompromis.
pse duhet bëjnë diçka kur lëvizja vetëvendosje nuk është e gatshme që të bëj kompromis dhe që të bashkëpunoj. Dhe në anën tjetër, ne të gjitha kemi përjetuar se për çka shfrytëzohet buxheti nga lëvizja vetëvendosje në momentin kur ne shkojmë në zgjedhje. Dhe mendoj që duke pasur parasysh këtë fakt, mendoj që edhe partitë ish opozitare janë të kujdesshme. Pse duhet të jipet mundësia lëvizjes vetëvendosje që ta përdor buxhetin pastaj për fushatat zgjedhore. Në anën tjetër, ekziston një hapësirë ligjore sipas së cilës 3 muajt e parë deri në mars mund të shfrytëzohet buxheti i këtij viti, do të thotë për paga dhe për çështje të tilla. Pra, lëvizja vetëvendosje e ka një hapësirë të tillë dhe mund ta shfrytëzoj, por ajo duhet ta ketë të qartë, o të bëj kompromise dhe të bashkëpunoj, o ta bëj të dytën që ta shfrytëzoj për 3 muaj. Por mendoj që gjithmonë në të mirën e shtetit është bashkëpunimi dhe të mos shihen partitë e tjera si armike. Dhe kjo seancë e thirrur paradite nuk u mbyll, u ndërprej dhe u la e hapur mundësia që megjithatë nëse deputetët ndryshojnë mendje të mblidhen dhe të votojnë këto marrëveshje. A mendoni se ka hapësirë që vetëvendosje dhe partitë e tjera parlamentare, megjithatë para se të shkojnë në zgjedhje, para se presidenti Osmani ta shpërndajë kuvendin, të arrin hapësirat ligjore që të votohen këto marrëveshje dhe ky buxhet? Jo, unë e shoh këtë si pjesë të fushatës, për shkak se ne tani më kemi hyrë në fushatë zgjedhore dhe unë e shoh këtë si pjesë të strategjisë dhe fushatës së lëvizjes vetëvendosje, për shkak se si duket edhe këtë herë në qoftë se shkojmë në zgjedhje, strategjia e vetëvendosjes do t'jetë sulmi. Dhe cili është sulmi? Këta janë bllokuesit si kur lista sërbe, këta nuk e aprovuan buxhetin, shteti shkoi në kolaps, do të shkojë në kolaps për shkak se partitë ish opozitare nuk po e aprovojnë buxhetin, nuk po i votojnë marrëveshjet ndërkombëtare etj. Çështja e buxhetit do të përdoret, mund të përdoret nga të dy taborët. Në anën tjetër, për ta sulmuar njëra tjetrën. Po pikërisht, në anën tjetër tani më i kemi parë disa interpretime ligjore të cilat thonë që nuk do thotë nuk e lejon kushtetuta dhe ligji që të aprovohet buxheti para se të formohet qeveria, për shkak se qeveria duhet ta dorëzoj projekt buxhetin. Po dhe në këtë pikë kemi interpretime të ndryshme nga juristë të ndryshëm. Po derisa ta kemi një interpretim përfundimtar, nuk pres që deputetët të cilët janë të thirrur që të bëjnë ligje, ta ngrisin dorën për ta shkelur apo për të rrezikuar për të shkelur ligjin. Do të thotë, t'ju them të drejtën edhe unë, po të isha deputet, do të isha shumë i kujdesshëm për shkak se nëse qytetari pret nga deputeti që të ndërtoj ligje, pastaj ai t'i shkel ato ligje, sikur që ka ndodhur deri më tani, atëherë cili është kuptimi që ne të kemi deputet dhe të kemi këtë sistem të cilin e kemi. Atëherë po e shkatërrojmë sistemin edhe po mundohemi ta krijojmë një sistem të ri ku një person i ka të gjitha mundësitë dhe opsionet. Krejtësisht në fund, kush fiton dhe kush humb nga këto zgjedhje të jashtëzakonshme që pritet të mbahen në dhjetor, përveç qytetarëve? Përveç qytetarëve, për shkak se e ditë do të thotë që përgjigjja më sakta do të ishte që humb qytetari. Shiqo, në qoftë se shohim si parti politike, po të kishin partitë opozitare një kauz, po të dinin ta përçanin mesazhin te qytetarit, t'ia bënin qytetarit të qartë këto 8 apo 9 muaj, se çka po ndodh me këtë vend dhe çka ka ndodhur me këtë vend, natyrisht që qytetari do ta shehte më qartë dhe më mirë situatën dhe politikisht ndoshta do të jepte një shans partive ish opozitare. Por deri më tani nuk e kemi vrejtur këtë. Dhe në qoftë se partitë opozitare nuk arrin që ta shtojnë numrin e deputetëve, atëherë po e përsëris thjesht korritën. Njëjtë sikur që është korritur, po e përmeni në zhargonin popullor, lëvizja vetëvendosje deri më tani. Është vështirë të thuhet, përpos që qytetari humb shumë,
Në qoftë se partitë politike shkojnë prapë në zgjedhje, ato persona të caktuar prapë do t'jenë në parlament, thjesht qytetari humb energji, fondi i shtetit humb para, humb Republika e Kosovës, t'ju them të drejtën, dhe përfiton më shumëti shtetet të cilat e dëshirojnë një shtet dhe e kanë dëshiruar një shtet apo spaku ta paraqesin si shtet të dështuar Republikën e Kosovës. Dhe në këtë rast, t'ju them të drejtën, fituesja më e madhe është Serbia dhe Vučići. Ministri Zyrtari, falenderoj shumë që bët këtë analizë rreth zhvillimeve të sotme në kuvend, mbetet të shihet se kur do të caktohet data e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Falenderoj edhe një herë. Kënaqësi, faleminderit. Se dua me njohësin e zhvillimeve politike, analistin Blerim Canaj, vazhdoni të qëndroni me ne. Mungesa e institucioneve të reja ka dëmtuar perspektiven europiane të Kosovës duke lënë prapa në rrugën e saj drejt integrimit në BE, vlerësojnë ish diplomat dhe organizatat të shoqërisë civile. Si pas tyre, dëmi Kosovës nga blokada institucionale do tjetë afatgjat dhe në vlerë të jashtëzakonshme monetare. Jo pak dëme psoi Kosova nga blokada institucionale nëntmujore si në skenën e brendshme, ashtu edhe në atë ndërkombëtare. Ish diplomati Avni Arifi thotë se dëmi që ka psuar vendin nga mungesa e institucioneve të reja nuk është vetëm material, por edhe diplomatik, duke lënë prapa Kosovën në rrugën e saj evropiane. Pa, po më duket edhe Evropa është në telashe, nuk po din qysh me mbrojt Kosovën nga vetvetja. Qytetarët e Kosovës janë të hup me 10 milion euro, me 100 milion euro. Domi i Kosovës që është nga kjo blokade e institucioneve, do t'jetë mblerë të jashtëzakonshme materialet, mos flasim për imazhin, mos flasim për komplikimet që janë shfaq edhe për të ardhmen, sepse ndoshta diçka që kishim rikuperue domin që është bo, por ne si me dal pi domit ende dhe nuk ka asnjë shpresë që do dalim nga ky dom. Vazhdon blokada. Qytetarët jetojnë ma keq, kryesore Alpin Baba është mirë, që kjo është. Do thonë ne kemi një kapje të shtetit totale, një tendencë me kriju një kalifat, një lloj kalifatit të kurtit dhe qytetarët e Kosovës le të gëzojnë frutet e saj, s'kesh ka me bo. Arbresha Logja nga grupi për studime juridike dhe politike ndërkaq thotë se mungesa e krijimit të institucioneve përgjatë këtyre muajve e ka dëmtuar perspektiven evropiane të Kosovës. Kosova, nëse më lejoni, do të theksoja që është vendi i cili ka perspektivën më dobët. Sepse përkundër faktit që gjitha vendet ose janë vende kandidate ose kanë hapur negociatat, Kosova nuk ka as statusin e vendit kandidat. Dhe kjo do të jetë një shtysë edhe më e madhe për spektrin politik në Kosovë, që të kemi institucione të cilat kanë legitimitet plot dhe institucione me të cilat partnerët tonë në Bashkimin Evropian mund t'i kenë si palë me të cilët të ndërveprojnë edhe me të cilët mund të kenë diskutime dhe trajtim të temave të rëndësishme ka shi perspektivës tonë integruese. Unë konsideroj që mungesa e krijimit të institucioneve për gjithë këta muaj e ka dëmtuar perspektivën evropiane të Kosovës. Kosova është i vetmi vend në rajon përveç Bosnjë dhe Hercegovinës që ende nuk ka përfituar nga plani i rritjes i BE-s për shkak të mos ratifikimit në kuvend të marrëveshjeve që mundësojnë alokimin e këtyre fondeve. Për të njëjtën arsye, Kosova nuk ka përfituar as 90 milion eurot e bankës botërore. Drejtësia kosovare vazhdon të sfidohet nga rastet e profilit të lartë të cilat kanë ngecur për vitet të tëra dhe disa nuk kanë arritur fare në fazën e aktgjykimeve edhe një dekadë pas kryerjes së veprave. Kështu thot raporti i monitorimit të drejtësisë 2025, i publikuar sot nga Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Ky raport ka ngritur si shqetësim mos aplikimin e dënimeve plotësuese, si dhe shqiptimin e numrit të madh të masës paraburgimit. Shefi misionit të EULEX-it në Kosovë, Giovanni Pietro Barbano, deklaroi se raporti thekson mbështetjen e tyre për sistemin e drejtësisë së Kosovës, derisa zhvillohet drejt standardeve evropiane, të cilat përfshin stabilitetin, demokracinë dhe llogaridhënien. Gjetjet kyçe të raportit të këtij viti vijnë nga aktivitetet e monitorimit dhe aktivitetet e implementimit. Fokusi mbetet në zonat ku mangësitë vazhdojnë dhe zhvillimi akoma është i nevojitur.
Monitorimi sistemik kërkon trende dhe modele që ndikojnë sistemin e drejtësisë në përgjithësi. Monitorimi tematik në anën tjetër fokusohet në tipe specifike të krimeve, si dhuna me bazë gjinore dhe mirëmbajtja e përdoruesve në menaxhimin e rasteve dhe sistemit informativ. Gjetjet kryesore të këtij raporti i prezantoi shefi njësisë së EULEX-it për monitorim të rasteve, Hubert van Eck Koster, sipas të cilit trajtimi i rasteve të profilit të lartë ka ngecur ndër vite. Raporti vlerëson zhvillime të caktuara pozitive. Në disa raste gjykatat kanë rritur caktimin e seancave të njëpasnjëshme në disa procedura të gjata, e që kanë ecur përpara dhe kanë arritur deri tek aktgjykimi. Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit Besim Kelmendi vlerëson se raportet si ky i sotmi i EULEX-it përmirësojnë punën e tyre, ndonse sipas tij vetëm këtë vit 92.5% e lëndëve të pranuara kanë përfunduar. Sfiduese gjithmonë për ne numri i madh i çështjeve që kishim trashëguar edhe nga kolegët tonë ndërkombëtar, të mikut të EULEX-it, pastaj edhe nga koha e pas luftës. Sa për njoftimin tuaj, vetëm në këtë vit deri më tash kemi arritur të përfundojmë 92.5% të të gjitha rasteve që i kemi pranuar në punë gjatë këtij viti. Ndërsa kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Albert Zogaj u pajtua me të gjeturat e raportit sa i përket gjyqësorit, derisa tha se shqiptimi masës së paraburgimit aplikohet jashtëzakonisht shumë. Paraburgimi është po ashtu sfidë. Ne kemi adresuar në raportin e jashtëzakonshëm, po adresojmë edhe të gjyqësorit, dhe unë besoj që ndoshta nuk e tha drejtori i Gjykatës Supreme në diskutimet që do të kemi në janar, ndoshta do të del nga Gjykata Supreme në qendrim që gjatë vitit tashëm do të harkohet një udhëzues për çështjen e paraburgimit, sepse numri i rasteve që aplikohet kjo mos është jashtëzakonisht i lartë, në kushtet impakti me drejtat e njeriut në buxhetin e Këshillit Gjyqësor, po ashtu me ndikim të madh. Raporti monitorimit të drejtësisë 2025 i misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë është raporti 8 që ka hartuar ky mision prej vitit 2018. Raporti është bazuar në monitorimin e rreth 400 seancave dhe mbledhjen e të dhënave nga policia, zyrtarët gjyqësor, pjesëtar të odës, avokatëve dhe shoqërisë civile. Rreshtet e dendura të shiut këto ditë kanë shkaktuar probleme serioze në disa zonat vendit, por më i goditur i mbetet fshati Kuzmini, komunës së Fushë Kosovës, ku niveli ujit u rritat shumë sa u desh ndërhyrja e varkave të shpëtimit dhe zjarr fiksve për të evakuar banorët e shqetësuar. Këtë fillim jave, vendi po përballet me rreshje të mëdha të shiut, të cilat kanë shkaktuar probleme serioze në shumë zona. Situata më e rënduar është regjistruar në fshatin Kuzmin të komunës së Fushë Kosovës, ku uji ka arritur nivelet larta, duke rrezikuar drejt për drejt shtëpitë dhe jetët e banorëve. Për shkak të përmbytjeve të mëdha, ekipet e shpëtimit u detyruan të ndërhyjnë me mjete lundruese të posaçme, ndërsa zjarrfiksit ndihmuan në evakuimin e banorëve të bllokuar në shtëpitë e tyre. Banorët, sipas të cilëve kësaj situate nuk mbahet mend prej vitesh, shprehen të jetë të shqetësuar. Gjëm prokë nga mujtë në bora harë, që oponë dhe kishi, të kene dhe vetë, mini kena morë me mëndze, doj kena qitë më herë, do dole më herë me përuj, jemi me dojë më shtirë s'kove, vlo. Kishe morë hatu, dikona po ikmi mas dhja, jo, me të nga bojnë një gjithje, vlo, me të nga të rejojnë dikon, këto vlo për e komunës kejtë. Onë me që djallë mrena në ka i uj, kejtë me makinat lomës, me kushin, me kejtë labinote, kejtë në ka i mrena, kejtë në ka prej shpinë, s'kim kur gjë heqë. Në teren ishte edhe Nol Gashi, komandant ushtrues detyre i njësisë së shpëtimit, i cili flet për evakuimin dhe vështirësitë me të cilat janë përballur gjatë këtij procesi. Po, sot i kemi pas disa intervenime, po një prej tyre kemi pas informatën që këtu në lagjen Kuzmin ka nevojë për evakuimin e disa banorëve, të cilët nuk po mund të dalin për shkak se lumi ka dalë nga shtrati i vet dhe hapësira është e përmbytur me ujë. Pra ekipet kemi dalë në vendin e ngjarjes, kena bërë reagimin përmes barkës për evakuimin e tyre dhe janë evakuar 7 persona të një familje, ku prej tyre 4 kanë fëmijë dhe 3 të rritur. Ndërkohë, zëdhënësi i komunës së Prishtinës Pëllum Bajqinovci bëri të ditur se ekipet komunale kanë nisur identifikimin e zonave më problematike për të ndërhyrë sa më shpejt.
Shoqata profesionale Zerfixve ka intervjuar në 42 lokacione të kryeqytetit, duke marrë bazë ndoshta intervenimin më të madh që kemi bërë në rrugën A, ku kolektori nuk është gati dhe aty kemi lehtësu kalimin e ujit dhe nuk kemi leju që del prej shtratit. Intervenimet të tjera përmendëm në Arbëri edhe intervenimet të tjera edhe në fshatat kryeqytetit ku pjesa më e madhe ka qenë intervenime teknike në thithjen e ujit apo largimin e ujit aty ku ka qenë nevojshme. Autoritetet bëjnë thirrje për kujdes, ndërsa meteorologët parashikojnë se rreshtit mund të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Për informacione më të reja, vizitoni edhe portalin tonë RTV21.tv. Ju falenderoj që ishit me ne, miru pafshim.